punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Si funksionon kjo më burr tani rrëzosh komunizmin, edhe të fitoj Partia Punës zgjedhjet e para, pluraliste, ka një rast tjetër në botë? Jo. S'ka? Jo. Po si deve? Po si ka mundësie pas 12 vjetësh fitoi Rama me më shumë se çka fituar në 2013 mandate. Tani unë thash 91, ne jemi në 2025 apo? 2025 në vëlla. Ka një intelektual na shpjegoj këtë pyetje që ngritëm tani në studio. A na shpjegoni pak o njerëz të mirë. 83 mandate. Edhe i shkruajti aty në filxhan kafe se ç'a bonte ato shpreh. Pra kishte këtë letrën siç e kam unë tani që po maj shënime me time code-et e me gjona. Edhe tha unë tha marr 83 mandate. Jo, sa tha? 80 nga 75-80 se ç'a bën parashikimin. Po i doli parashikimi më shumë se ç'duhet, se vodhi më shumë se ç'duhet se radha. Kjo ishte ideja. Do ma vari kush mua. Po, që ka avokati më, hyri avokati. Hyri. Vendosi kufjet. Po do mbasu rastin të jem sot me ju. Ja, jam mirë këtu. Shumë mirë. Avokat që ke ngrorë që duhet. Më kështë marrë malli herë të isha në një podcast me Olon Kalan, se ka bo zotin barë, gjithë të përju të kohë. E vërtet. Edhe Olon të përdërzoj shumë për këtë gjithë që ke bërë me Shpendin, që jetë çdo javë, dhe jetë tonave. Unë ndjek me vëmendje ditën e hënë me ty, dhe edhe unë të indër. Që jam i ftuar. E di. Nuk e se po të thëja respekt, por kam vërtet nevojë ta dëgjoj se dhe unë dua ta updatohem me ngjarjet përkatëse. Tani Altin. O vlla, si e di? Mirë, i mërzitur sot plako. Shumë i mërzitur sot. Ose do të thënë, ky është o guri që më jep të drejtë mua në të gjithë fatalitetin tim vlla. Edhe ti e di që unë proklamoj fatalitet, po nuk dua që të jetë fatale gjëja. Unë kam urryer gjithmonë fajkonistën që më çonte drejt fatalizmit dhe doja të luftoja me të që jo s'ka të drejtë, po fajkonista ka pushtuar gjithë për faktin se ishte i vetmi që kishte drejt me pesimizmin e tij në këtë lloj vendi. Kur ai e bëri në kohën e njerëzve më të mençëm të këtij vendi, mendon sot që jemi kohën e budallëve. Po. Tani Altin, unë doja me të drejtuj pyetje faktikisht se nuk e djena ndoqe pak më parë, po i thoja Shpendit se kemi trajtuar çështjen e vrasjes në gjykatë sot. Besoj se e ke ndjek. Ti je njeri që sallat e gjyqit janë kuzhina jote apo jo? Jo, do të bëj pyetje njerëzore. Thjesht si e ndje ti sot si avokat? Jam dirë i gatshëm për dhënë dorëheqje nga profesioni. Pasi arritëm deri këtu në këtë fazë. Vrasja e një gjykatësi, pavarësisht mund të mendoj çdo kush për gjykatësit, prokurorët, avokatët etj. Është një moment kilometrik në zhvillimin e ngjarjeve të kohës, që ka të bëjë me një parashikim që unë e kam bërë në 2015-16, që reforma Soros drejtësi do ta shkretojë totalisht drejtësinë, do ta zhduki si koncept drejtësinë. Dhe dëshpërimi i palëve që shkojnë drejt akteve të tmerrshme, gati terroriste do ta quajë. Ka të bëjë me faktin që ka dështuar sistemi në atë nivel që nuk ka më besim askush tek drejtësia dhe kështu shkojmë ke vetgjyqësia. Pra gjyqi ka humbur kuptimin e gjyqit dhe çfarë ndodh? Shkohet drejt vetgjyqësisë. Po kush e prodhoi këtë vetgjyqësi? Unë mendoj që gjykati sotëm është një viktimë e reformës Soros drejtësisht, por pjesë e reformës Soros drejtësisht dhe narrativa e kryeministrit ndaj gjykatësve. Në momentin që gjithë drejtësia është totalisht e kapur, ku çdo gjykatë është një punës civile qeverisë. Në momentin kur ne jetojmë në botën e rrënimit të çdo shprese se mund jetohet në vend, kryeministri që disponon çdo gjykat, çdo prokuror, çdo gjyqtar, fillon të shantazhon gjyqtarët, të cilët nuk shkojnë të kërcejnë vallën çdo herë siç do ai. Pra nuk ka të bëjë me gjykatë që kanë dalë kundër kryeministrit. Ka të bëjë me disa vendime sporadike, si kanë shkuar për shkak
fakti që qeveria thot si kam 100%, e kam 99.99% dhe 0% që duhet dëshkuar që të jap mesazh 99.99% që tjetër. Dhe në momentin që gjykatat tona janë këtë lloj skeme ku qytetari kujton se po shkon në gjyq, po fakt po shkon në gjyq, po shkon në një labirint kafkian të pafundëm që edhe kur fiton ngjelet paqi humbur, do humte që prapë nuk do fitonte asgjë, edhe për shkak të mënyrës se si zgjatet një proces, kostot që ka dhe mbi të gjitha ajo që është kryesorja të përmbarimit që edhe po e morë gjyqin me këtë qeveri s'ke përmbaruar asgjë. Mëse drejt. Raste pafund. Domethënë në një sistem ku dosjet janë 150.000 stok, qytetari në një moment kalon dëshpërim sepse kujtoi se po shkonte në gjykat. Nuk ka më gjykata, nuk ka më gjyqtar, nuk ka prokuror, nuk ka avokat, nuk ka noter, nuk ka asgjë. Sot letrat nuk kanë më asnjë vlerë. Merret dhe çojnë në banjë sa më të vlefshëm. Në këtë moment dëshpërimi, ne do të kemi edhe vrasje të reja në të ardhmen, për shkak se në këtë realitet ku ne jetojmë, dëshpërimi çfarë do prodhoj. Po dëshpërimi nuk është faj gjyqtar. Një gjyqtar sot heton 1.000 çështje. Ai gjeniti ishte nuk do të dot. Sepse sasia e punës që ka një gjyqtar në kurriz, për shkak të skemës reformës së drejtësi, që synonte shkatërrimi total të çdo procesi gjyqësor, që duket si dështimi i reformës së drejtësi, po sukses i reformës Soros për Soros. Dhe duket sikur është dështim për popullin, po fakt është vendimi që është marrë kundër popullit që në 2016, ku kjo klasë politike vrau drejtësinë nëpërmjet votës të urdhëruar nga njerëzit e Sorosit dhe të bërë me njerëz të Sorosit, është përgjigja se pse ndodhi kjo ngjarje dhe çfarë pritet në të ardhmen. E dyta që do të kujtoja është fakti që neve kemi një hipokrizi nga ana opozitës sot që flet për reformën Soros drejtësi, për faktin se po kjo opozitë një javë na mbajti në pension që do vënte kandidat Tiranës antarën e bordit fondacionit Soros, Ermal Asimja. Pra, antari i bordit të fondacionit Soros, një nga apologjet më të rëndësishme që ka Soros në televizionin shqiptare për të mbrojtur Sorosin, kur Soros sulmohet, Ermal Asimja e keni në televizion në emisione si përfaqësues Sorosit për të luftuar me kundërshtarët e Sorosit, për të mbrojtur Sorosin, këta e propozuan për kandidat kryetar bashkie. Domethënë, ne jemi në nivelin që jemi të shitur totalisht nga klasa politike, ku reforma e Soros drejtësisht është si thosh monumentale e shitjes që nga bërë kjo klasë politike. Dhe kjo klasë politike asnjëherë nuk ka reflektuar siç e bëri një javë më parë, që propozonte në mënyrën më të paturshme, më të shëmtuar dhe më të neveritshme të mundshme, përfaqësuesin e fondacionit Soros për kandidat për kryetar bashkie konsensual për popullin. Është një opozitë totalisht e kapur dhe duket që sjellja e saj politike. Arsyeja pse i kula civitas ka Shqipëria, e suksue më është pikërisht që ai kuptoi që ishte rënë në një batak të njerëzve të Sorosit që bënin sikur ishin kundër Sorosit. Dhe rasti sotëm i reformës Soros drejtësi me monumentin e vet të një viktime të re, siç kishin viktimë që vranë veten para gjykatave, para prokurorive në vitin e parë, apo në përburgje etj. Është shpjegimi se ku ka arritur dëshpërimi në këtë vend. Në këtë çmenduri, në këtë rast të tmerrshëm që ka ndodhur sot. Unë sinqerisht dhe çdo avokat tjetër, çdo gjykatë, çdo prokuror, në moment që kemi parë lajmin, pavarësisht se mund të ne etiketoj publiku për shkak të eksperiencave të që mund të ketë me avokatin, me gjykatat dhe prokurorin etj. Në një moment ka thënë, a ja vlen vazhdojmë këtë? Kjo është pra pyetja fundamentale vëlla. A ja vlen ta bëj unë këtë punën që bëj këtu, ai tjetri punën që bën vetë dhe ti punën e avokatit e zërave publik, nuk ja vlen më vëlla. Sepse neve e kemi jetën në fiet perit vëlla. Domethënë policia jon, shteti jon vjen vetëm për të paketuar dhe bën lajme. Vdiqën këta. Agresori u kap, u përdorën kaq plumba, u bërën kaq. Do bëjnë lajme 3 ditë vëlla. Inventar i pasojave. Jemi bërë si në lagje Molenbeek të Brukselit, ku nuk hyn shteti. Absolutisht. Vetëm paketohen njerëzit. Avokat, ti the pak më përpara që do kemi ngjarje të tjera. Ti edhe më kujtohesh. Nuk e kuptoj se ka po. Jo, ti je hero tragjik, e kupton. Prandaj edhe parashikimin që e bën tragjizëm. Tani shpend Gashi pak më parë më tha mua që kush na garanton neve që një njeri tani të vit na hap derën këtu te podcasti edhe të na vras të dyve. Pra, beson ti se anarkia dhe kaosi do shkojë deri në këtë pikë se për mendimin tim
është shkel via kuqe sot, pra të vrasësh gjyqtarin në gjykatë, se ne kemi pas vrasje gjyqtari, akt terrorist me Vlorës, Kardinal Ekonomi, që i vun eksploziv. Po ishte jashtë gjykatës, nuk du ta minimizoj, ë? Dhe ishte për arsye që nuk betuan kur që ka të bëjë me prona të mëdha, raport me pronësim personale. Po, nuk do i hy fare, nuk do i hy asajt respekt për gjyqtarin shumë mirë. Sot kemi vrasje brenda gjykatës, më vlla. Pra, a ka ndaj vit kuqe që nuk është shkel më dhe si duhet veprojmë neve, se shpend gashi thot armatosuni. Neve jemi armatos njërë në feshtatën, por ne nuk dim të armatosemi. Se ne vrasim njëri tjetrin, po. Po. Dhe fakti që një person që pe prishtin shpinë, goditi me armë punojës në fabdromës, një rroghtar thjesht, tregon pikërisht se si ne kemi horizontale raportin me zgjidhjen e problemit vetë gjyqësisë, që në fakt kjo vetë gjyqësi duhet ishte me pushtetin, duhet ishte me regjimin, duhet ishte me ata që na vrasin realisht. Nuk e ka vrarë gjyqtarin e sotëm ai që i qelloi. E ka vrarë i madhi bashkë me hierarkinë që ka ndërtuar. Me këtë reformë ka shpëruese që ka krijuar. Unë po bëj një pyetje kujdo, që është në procese gjyqësore. A ka shpresë dikush që do gjejë herë drejtësi në këto vende përvese? Ka mund vlla. Po. 80 vjeç kam për ta marrë shpërblimin tim. 80 vjeç fëmia shpendit thotë do e marr shpërblimin fëmia shpendit. Absolutisht. Dhe fatkeqësia më e madhe është që kur shkon në Strasburg, atje të presin 7 gjyqtarë të Fondacionit Soros, ku njëri është një autor të reformës Soros drejtësi, që ishte drejtori i programit Soros në Shqipëri për reformën Soros drejtësi. Ai është në Strasburg që gjykon. Pra ne kemi humbur kuptimin se kemi ndonjë shpresë nga drejtësia. Dhe njerëzit shkojnë në gjykatë sikur po shkojnë kazino. Fitoj. Sepse nuk ka humbur dhe vlera e dosjes, ka humbur vlera e dokumentave, ka humbur vlera e avokatit, ka humbur vlera e të vërtetës. Në gjykatë asnjë gjykas nuk ka të dëgjojë ty, do të dëgjojë një mijë tjerë. Truri i tij, sa do të jetë i përqendruar, do humbas rrugës. Sepse sistemi është të ngarkuar në mënyrë të qëllimit. Pse them mënyrë të qëllimit? Sepse që kur u bë reforma Soros drejtësi, skema që u përdor ishte një skemë inteligjente që të shkatërrojë sistemin. Ne kemi diskutuar me Aulonin këtë gjë dhe në podcastet e tjera, ne kemi diskutuar dhe me Shpendi dhe në podcastet e tjera, se si kur ndërtuar reforma Soros drejtësi që të shkatërrojë. E filluan me gjykatën e kushtetuese për të hequr gjyqtar të pazëvendësueshëm. Beta mbyllën gjykatën kushtetuese. E vazhduan me gjykatën e lartë. I shkarkuan gjyqtarët pa gjetur zëvendësues sepse nuk ishte bërë vettingu poshtë, se e bënin nga lart poshtë. Dhe u mbyllën gjykata e lartë. E mbyllën pastaj gjykatën e apelit. E pastaj shkuan ke gjykata e shkallës së parë. Çfarë ndodhi? U bërkuan të dosje, e dita çfarë bën. Shpikën konceptin dhomë këshillimi. Dhoma këshillimit është një koncept absurd që vetëm javës që kaloi, po më tregonte kolegu i studios Erald Daga, ishin marrë 125 vendime nga një trup gjyqësor dhe gjykatën e lartë. 125 brenda ditës. Po. Sa minuta zgjat një gjyq me 125 procese gjyqësore në një vit pune? Një sekond. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë nuk bëhet më gjyq, vetëm statistikë. Dhe kjo statistikë duhet vrasë kryeministrin, duhet ta gëzojë kryeministrin. Këta duhet ta gëzojnë të madhin e këtij vendi. Këta janë punëtorët, këta janë punojësit e oborrit, janë klonët e oborrit dhe ai duhet gëzohet në final. O Altin. Ti the që me shkun gjykatë është njësoj sikur me shkun kazino. Unë po të them me shkun gjykatë është njësoj sikur me shkun luftë tani. Duhet me shkuj armatos se të vret pala tjetër më vëlla, me standardin që u vendos sot. Pra, ne ç'a do bëjmë, domethënë, a ti drejtohemi gjykatës, a të bëjmë nga gjyqësi vetë gjyqësi ashtu siç e the ti, dhe ç'a komenti ke ti se s'm dhe përgjigje. Unë e Shpend Gashi ose ti me Shpend Gashi të bëjmë emision. Çohet njëri këtu tani edhe të vjet vreta vëlla. Në thonë drejtën, në kam kalu këtë fazë, e kam kalu në vitin 2008, kur vendosat nisë betej njete, kauz njete, si Shpendi që bën çaka me mua, thotë i martuar me kauzën, e që në 2008, ku mendova që mbetem gjalla, po mbetem vdek, është 50-50. Dhe kjo varet gjithmonë nga sjellja ime e bitës që hedh mbi surrat, që kur meqin qafet këtë kosto të lartë që të mos meqin qafet. Kjo është teoria. Dhe unë e kam hyrë kësaj gjëje dhe nuk më bën përshtypje, jam mësu. Unë nisëm gjes, sot kurdo që të jetë, të vijë ajo gjë, do them e di Zoti atë punë dhe e kam mbyllur çështjen. Problemi qëndron që kush e zgjedh këtë lloj gjëje. E zgjedh një si unë që i ka bërë dalje gjithë gjërave tjera, po dikush që ka familje, bën dot. Krish pra.
Pra, koncepti është që ka humbur ajo që quhet siguria e jetës, jo siguria juridike. Siguria e jetës. Dhe në një Shkoj më vend si lart. ky, Më keq akoma. në një vend si ky, në një rast si ky, kjo vrasje në mes të ditës, publikisht, në spektakolare, e një njeriu të dëshpëruar, se gjithë e quajnë kriminal. Unë e quaj njeri që nuk ka qenë në rregull nga gjendja e vet emocionale. Ky njeri ka kaluar të gjitha fazat e dëshpërimit dhe ka qenë si ai që vrau veten vetëm një vit më parë. Dyert e Spakut. Me mbani mend të rast. Pal ceka, po. Të dy rastet janë të njëjta, pavarësisht veprimeve të vdekjes që kanë shkaktuar, sepse ky nuk del dot nga burgu më. Ky del burg përjetshëm. Atë po diskutonim. Po. Atë tham. Është lloj vetvrasje. Domethënë ka dy të vdekur dhe dy të plagosur. Gjykatësi i vdekur, dy të plagosurit pala tjetër, ky i vdekur për zgjalle. Se ky ka jetuar deri 30 vjeç. Po, dhe dy familje shkatruar. Tani Altino të bëj një pyetje tjetër. Po. Me që jemi këtu, domethënë, mendon ti që tani njerëzit janë demotivuar, por se unë po i shoh në rrjetet sociale, po i shoh gjithanë, e kupton. Domethënë, nga siguria juridike që thon të shpend gashi, Altini thot siguria e jetës. Pra, më keq akoma Altini. Më keq. Pyetja është, a është kjo pjesa e agjendës o vlla? A dhe ai që fërkot durët sot është kryeministri? A ngjove çfarë tha kryeministri? Ishte fshi postimin. Është kurbani, ishte fshi postimin Altin, nuk e di e morë vesh. Ka fshir postimin o vlla. Ka fshi postimin që bëri dhe thonte që edhe këtë fatkeqësi e përdori që gjasme tani neve duhet shtrëngojmë masa, duhet bëjmë atë kodin penal etj dhe e kanë fajin ata që donojnë pak armbajtjen pa leje. Atë ta lexoj. Se ke lexuar ndoshta. Ma lexo lutem. Edhe një herë mesazhi i fshirë i kryetarit. Ngushëllime vllazërore familjes së gjykatësit të ndjer Astrid Kalaja dhe u prek në paqe. Agresioni kriminal mbi gjykatësin kërkon padyshim përgjigjen më ekstreme ligjore ndaj agresorit. Por kjo tragjedi kërkon një reflektim për sistemin e sigurisë së brendshme të gjykatave, e cila përveç se sipas ligjit kërkon disa pajisje teknologjike, nuk mund të mbetet një çështje zgjedhjeje mes policish private në emër të pavarësisë së gjyqësorit. Ndërkohë kjo ngjarje tragjike, besoj se është argumenti më i pakundërshtueshëm për të mbështetur ashpërsimin domethënës të kodin penal të dënimit për armbajtjen pa leje dhe ngushtuar maksimalisht hapësirën për lojra me afate të dëmt të mbrojtjes prej zjarrit të armëve të palishme. Lutem gjithashtu që ky moment kaq tronditës të nxjis edhe një reflektim për lehtësinë me të cilën trajtohet rëndom armbajtja pa leje në proceset gjyqësore. Sa mediokre të duket ty vëlla? Jo, mediokre është e fshiu ai, e hodhë dhe e fshiu. Mediokri është fshirja, kurse teksti është shumë inteligjent. Teksti është super inteligjent, tregon një pozicion tipik të agjendës që sapo diskutuam dhe të projektit. Kapitalizimi i kësaj vrasje. Mes rreshtave atë tregon, po. A e tham pra ne? Kapitalizimi i kësaj vrasje në projektin e tyre për zënien dhe shqiptarën e fundit nga Shqipëria, ka një gënjeshtër shumë të madhe brenda në narrativën e vet konkret për sigurinë. Çfarë pengon një person të vrasë një gjykatës jashtë derës së gjykatës? Asgjë. Do i vëmë çdo gjykatë e roja? Po vetë roja. Ai që ka ndarë mendjen vëlla nuk do me ditë për roja. Po. Pra, këtu ka të bëj, këtu është absurd të thuash që do shpëtonte jeta e gjyqtarit nëse do kishin ashpërsuar macat. Bravo, ky person po futet burg përjetshëm. Ky person po futet burg përjetshëm, ky që ka bërë vrasjen. E ka ndarë mendjen ai vëlla. Po, në situatë dëshpërimi që ai ka vënë fajin gjyqtarit, se kuptuar që sistemi është i lipi dhe gjyqtari është pjesë e këtij mekanizmi, është ajo makina kafkiane që shtyp shtypsin dhe shtypurin. Në këtë raport që ka pas vrasësi me viktimën, nuk ekziston asnjë lloj filtri, asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj parzmore, asnjë vetë antiplot, asnjë roje, asnjë lloj ligji, asnjë lloj neni, kur ai njeri ka shkuar me duart e veta, me këmbët e veta, drejt vetazgjësimit total të jetës vet, shkatrimit të jetës vet dhe të familjes vet. Se ajo nuk ka më vlerë me këtë familje të shkatruar dhe me fejet të shkatruar. Që do të thotë, nuk mund dalosh ti një vetvrasës të kryej aktin përkatës, duke mos u marrë me burimin, me shkakun. Dhe shkaku është fondacioni Soros, Medi Ramën dhe gjithë mafia Soros, që punuan këtë drejtësi që nuk ka asnjë shans sepse njeriu mund të humbasë besimin, mund të humbasë durimin. Por gjithsesi ka një shkallë që do thotë shpresa është aty. Ta kanë vrarë shpresën. Nuk ka më vlerë procesi gjyqësor. Që do thotë njeriu është i dëshpëruar që në fazën e parë që procesit gjyqësor dhe revoltohet pa e kuptuar sistemin, se nuk e njeh. Ne si avokat
kemi një lloj ftofje totale, kemi humbur çdo lloj ngacmimi, sepse jemi dëshpëruar me kohën e vakum, me kam nisur këtë punë me Eraldin 2015-16 dhe thosh kur tjerë shifshin çudirat, ne thoshe pa ju fam. Dhe jemi mësuar, s'na bën me përshtypje. Po qytetari thjesht që po shkatërrohet jeta ekonomikisht, financiarisht, kulturalisht, që ka çifte që s'divorcohen dot. Ju dini që në vite të tëra. Ka gjë më të mos divorcohesh dot kur ti ke bërë me familjen tjetër, me një grua tjetër, apo një grua me një burr tjetër. Ti akoma si thush i bllokuar, për çka arsye? Kur ai punë zgjat shumë fak. Po të shohësh pjesimin pasuror. Ne kemi me dy procese. Fillon ngjitet lart kthehet prap, ngjitet lart dy herë. Që thonë 10 vjet, 12 vjet. Më falni, po çka kuptimi ka pjesimi pasuror? Do thotë, me nda pasuri vllai me vllai, familje me familje. Nuk e ndan dot më burrë. Dhe ky sistem është më gjithmonë duhet na gënjur popullin me muhabet leshi, vari leshin, me analizë leshi që i bën trut leshi gjithë njerëzve, çdo natë televizion, duke i folur për spakun. Çfarë spaku më vlla? Drejtësia nuk është spaku. Spaku është vetëm spektakli cirkus en pane, buk dhe cirk, që njerëzit merren kush politikan do të burg. Nuk e ke den sa njerëz nga diaspora po më shkruajnë tani miq dhe mikesha, jemi pa mbrojtje, kjo është tmerr thon. Jemi pa mbrojtje vlla. Dhe mua më që më smerron më shumë është kthimi i dëshpërimit në vetvrasje kolektive. Dhe kjo përcakton edhe faktin që ka bënë me dëshpërimin e dur që do Agenda Soros për shpopullu Shqipërinë, dhe nga ana tjetër që është më e rëndësishme, që kjo situatë do përsëritet. Kjo nuk mund ndaloj dot me asnjë lloj forme, po nuk u zgjidh problemin themel. Heqja dëshpërimit dhe krijimi besimit në sistem. Nuk mund të kesh besim në një sistem që bën 125 gjyqe, gjykata lart, 125 gjyqe, gjykata lart, brenda një ditë. Altin, a krijohet besimi për shembull? A krijohet besimi për shembull që nga ideja e atij shkrimit të famshëm ndërkombëtar që na erdhi nga jashtë brenda që përveç se dënohet Berisha, dënohet dhe Rama, që reforma në drejtësi të ketë besueshmërinë publik. Po pra, është ai spektakli pane e Circus, domethënë ai spektakli Spakut, gladiatorët që po përplasen me politikanët. Gjithë teatri dhe gjithë spektakli që shef publiku është vetëm ky. Dhe kur shef kështu që Aristoteli Velia, pushteti paraqet si balans. Në fakt është thjesht po heq diktatori, po heq qafe pengesat e pushtetit absolut. Erion Velia është njeriu më i ligë që ka pa njerëve, njeriu më i neveritshëm në 100 vjet. Politikani më i poshtë në 100 vjet. Por është luftë në sistemin. Dhe kemi shpëtuar që se kemi me Erion Velin në tregun politik. Por kemi shpëtuar nga një e keqe që do vinte. Kjo e keqe që kemi do na fundos që bën të keqe që do vinte të harrueshme, të pavlerë. Që do thotë lufta mediatike për të prodhuar konceptin e besimit publik me Spakun është gënjeshtër më e madhe me sistemin e drejtësisë. Dhe kjo ka qenë vetëm një si punë, ke pra një smur me apandesit dhe do të plasë apandesit. Dhe ti do të bësh operacion. Në vend që do të bëjnë operacion, të fusin një ilaç gjumi, që ti të vdesësh në gjumë. Kjo është Spaku si koncept. Drejtësia ka shkuar totalisht në rënim total dhe jeta e përditshme e njeriut ka 3 kolona bazë raport me vendin ku jeton. Një që ka të bëjë me që familja vet të ketë një shtëpi, të ketë një punë, një pasuri, apo të ketë një të ardhur që të mbjetojë, që të rrisë fëmijët, të shkollojë. Kjo është një, pra të kesh kushte për familjen tënde. E dyta është të kesh një sistem të drejtë, që përcaktohet në themel nga drejtësia. Pra ti të kesh një sistem ku i zgjidh problemet tua pa push, pa thik, pa dhunë, jo në mënyrë vetgjyqësie. Elementi i tretë pasaj që do një vend është që të qeveriset në mënyrë optimiste për të ardhmen, që t'i rrinë arsye pse duhet të dosh këtë vend. Këta i kanë vrarë të treja. Siç kanë vrarë drejtësinë, kanë vrarë dy tjerat. Dhe këtu njeriu humbet arsye për të jetuar në këtë vend. Çfarë duhet bëjmë ne? Unë nuk e di çfarë duhet bëjmë ne. Unë jam përpjek 20 vjet të them njerëzve çfarë duhet bëjmë ne. Dhe 2000 vota mora në zgjedhjet e fundit 11 maj, që mund të kenë marrë 3000 në rastin e përcaktimit të kampionimit që kanë bërë me heqje votash. Po jo më shumë. Që do thotë çfarë duhet kuptojnë njerëzit të shohin vetëm pa pasqyrës. Nuk është armiku Rama, është vetvetja. Mënyra se si vjen njerëzit me këtë realitet politik dhe avin fajin e Ramës, Sorosit e tjerë, lidhet me faktin që nuk mbajnë përgjegjësi për vetën e vet. Dhe unë kam kuptuar këto zgjedhje që ne jemi bashkëfajtor si shoqëri me ata që na shkatrojnë në shoqërinë tonë. Për shkak të sjelljes tonë të korruptuar, të bëshme emocionale, psikologjike, etike, marrëdhënie njerëzore, se si ne janë zimjet e njëri tjetrit, si ne jemi mohues ndaj vetes tonë, dhe këtë i japim pushtet absolut, pushteti që të na marri votën në mënyrë se si na e merr, na korrupton, edhe kur japim PD-s, edhe kur japim PS-s. Jemi të korruptuar me këtë lloj votimi. Pse? Sepse nuk votojmë me ndërgjegjen e drejtësisë, të etikës, dhe Zoti na harron për shkak se ne nuk e meritojmë mbështetjen e tij.
Tani një koment aty për këtë pjesën e 2000 votave të Altinit, jam shumë skeptik, po do kemi emision tjetër që do të seren. Shikoj, avokati do të thojë aty vëlla që ja s'dem 3000. Sado domodin që është përpjekur 20 vjet, edhe sikur 7000 të kishte, edhe sikur 7000 me 2 të vjetura 9000, prap nuk kishin aq. Jo, e kuptoj thelbin, po duhet i jap mesazh tjetër qytetarëve që na ndjekin se si funksionojnë zgjedhjet tu, se e kam vujt në lëkurë. Edhe për spakun që thot avokati, kam 4 çështje në spak për votën edhe janë pa interesuar me zgjedh. A kupton? Problemi tani është pyetja ime e fundit që kam për Aulon, më fal, Aulon. Ti luan për 50% votave të vjedhura, apo kam gabim? Në këtë vështrimin tim. Patjetër. Pra ti po flet për një sasi vote të vjedhura që janë jo më shumë se sa se ke marrë. Pra, sigurisht. 100%. Sigurisht. Unë po flas për shifra që si kur tatën të kem unë, më kupton? Prap jam grop. Shikom, mos hym te matematika tani. Altin, e kuptova mesazhin, po dhash mesazh tjetër njerëz. Jo deri në fund se ka logjikën tjetër kund. Jo. E kam tjetër kund. Ka të bëj që ato që do thoja, do realizoja unë po të isha zgjedhur nga qytetarët, sot do të kishim një sjellje kretere politike në verë dhe në vjesht në vendimën e merat. Do kishim tjera ngjarje politike, ju siguroj për këtë. A se vend diskutim? Ndërkombëtar dhe lokal. A se vend diskutim? Qytetarët e dinin këtë gjë. Jo, problemi qytetarët e dinin këtë gjë. Për këtë thamë, si a vlen me adhon këtë. Se ky s'ka ditë me malyp. Në këtë popull që e ndërton fabulën e nevojave si keni arte kund të gjithë. Si keni arte fjala ime që ky popull. Ky popull. Jo, të çon populli atë. E koncepti qëndron ke fakti që nuk mund të shpëtoj Zoti kur ti nuk do të shpëtosh. Nuk për të shpëtuar asnjë popull që nuk e meriton të shpëtohet. Ktu e kisha të gjithë. Okej, pyetja ime e fundit, e fundit është a do ikin njerëzit? Kjo është pyetja për ty. Me këtë ngjarje. Kan filluar vëlla. Kan filluar tiken. Unë kam një mesazh teori politik dhe do jetë narrativa ime e viteve që vinë. Mos ikni nga Shqipëria se do korrin në luftën e tretë botërore. Mos ikni nga Shqipëria se do përfundoni ushtarë të NATO-s për t'u vrarë si mish për top, siç ka thënë Soros në vitin 1993, që na duhet mish i njom nga Evropa Lindore për ta çuar për t'u vrarë me Rusin, sepse nuk kemi mish të njom në Perëndim. Çdo shqiptar që merr përsipër të hik në Perëndim, të bëj çik llogarit me jetesën kur ta rrëmbej në rrugë si në Ukrainë. E dyta, të gjithë shqiptarët që janë në shtetit, të bëjnë thirrje, të marrin pasaportë shqiptare, që të kenë ku të fshihen kur fillojë lufta e tretë botërore. E ardhmja e njerëzimit është në rrezik. Kjo duket si utopi. Kështu janë duke gjitha çka kam thonë unë. Problemi qëndron që kjo duhet të jetë një garanci jete, që ti jetosh i qetë, kesh i vend ku të fshihesh, ti Shqipëria. Që do thotë ka shumë arsye me nga Shqipëria, po bota po shkon për herë më keq. Nuk është dash mirë sa ç'e mendojnë. Domethënë, më mirë të durojnë në Shqipëri dhe saktë, sepse nuk i dihet se kesh mund të nesër në Perëndim. Ka ndryshuar bota, nuk është më ajo që ishte. Avokat, kam një pyetje të fundit për ty dhe do të lëm të lirë vlla, se jemi njerëz. Çfarë mendon vlla? Çfarë mendon se mund të ndodhi nesër të njëjtën fal në parlament? Domethënë ma portretizon do të hipokrizin që do shikosh për çfarë sipas optikës tënde, për çfarë do ndeshen të njëjtën këta 1 minutë heshtje burr. Kush do kërkojë parë 1 minutë heshtje? Kjo është përgjigjja ime. Ne do bëj një ironi në emër të Altin Goxhës dhe Aulon Kalas. Dhe do them populli do meritoj spektaklin që meriton për faktin se ne dy nuk kemi në parlament që të shifë gjë komplet tjetër. Nga që do shohim nesër. Super përgjigje avokat. Të pres të njëjtën vlla, mos më vono. Jo, po do ta pyesësh prapë të njëjtën. Po. Pasi ta shikoni parlamentin. Seriozisht ka kjo, do ta pyesësh prapë të njëjtën dot. Jo, po e du se më intereson. Jo, për parlamentin, më intereson. Aty të njëjtën flitet edhe për gjyshet tona, jo më për parlamentin. Seriozisht e ke. Më intereson mu. Ose do më fusni mu pastaj 5 minuta, do ta kërkoj unë. Futesh, hajde, futu. Rregull. Okej. Avokat. Hajde vlla. Faleminderit. Hajde vllai. Faleminderit. Miru takofshim. Ciao. Miru takofshim. Dark mbar vlla. Shumë është shpend, a e shikon. Jo, u bë mirë që u lidhe me avokatin, sinqerisht, se mendoj që tani avokat pjesë e sistemit drejtësisë, e kupton?
Ciao.